Mirëmëngjes, dhe mirë se keni ardhur në konferencën shkencore të 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë. I nderuar shkëlqësia juaj zoti Edi Rama, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, të nderuar ministra, të nderuar shkëlqësi ambasador, të nderuar guvernator të bankave qendrore, të nderuar zonja dhe zotëri. Është një kënaqësi e veçantë t'ju kemi sot këtu për të ndarë këtë jubile që shënon një shekull qëndrueshmërie, zhvillimi dhe progresi. Në këto 100 vite, Banka Qendrore përmbledh përvojën e një institucioni që ka ditur të përshtatet me kohën dhe të mbetet një ankor stabiliteti për vendin. Ju lutem, ju ftoj të gjithëve të nderojmë himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, si institucion i pavarur në këto 100 vite, ka përmbushur rolin e saj duke garantuar stabilitetin e çmimeve, funksionimin e sigurt të sistemeve të pagesave dhe mbështetur integrimin ekonomik të vendit. Ju ftojmë të ndiqni një dokumentar të shkurtër, kushtuar këtij udhëtimi një shekullor të Bankës së Shqipërisë, që nga fillesat e saj, sfidat me të cilat është përballur dhe reformat kyçe që ka ndërmarrë. 100 years of the Bank of Albania, a century of stability, development and trust. Throughout Albanian history, Në rrjedhën historisë shqiptare, një institucion ka qëndruar si shtyllë e sovranitetit ekonomik, garanti stabiliteti financiar dhe simboli besimit të publikut tek monedha kombëtare, Banka e Shqipërisë. 100 vjet më parë, në vitin 1925, në një Shqipëri të sapo dal nga përpjekjet për shtetformim, u themelua Banka Kombëtare e Shqipënisë. Ishte institucioni i parë që hodhi në qarkullim monedhën kombëtare, frangun, ar dhe më pas lekun, duke vendosur themelet për një sistem modern të qëndrueshëm dhe sovran financiar. Kjo bank, e krijuar me një marrëveshje italo-shqiptare, mori kompetenca të plota e emëtimi dhe mbikëqyrje financiare, duke shërbyer njëkohësisht si bankë shtetërore dhe tregtare. Në atë kohë, një monedhë kombëtare ishte më shumë se mjet shkëmbimi, ishte simbol i besimit në shtetin e ri shqiptar. Por rruga nuk ishte e lehtë. Lufta e dytë botërore ndërpreu zhvillimin dhe regjimi komunist e shtetëzoi bankën në 1945, duke e kthyer në një instrument të planifikimit socialist larg modelit klasik të një banke qendrore. Vetëm pas vitit 1992, pas rënies së sistemit komunist, Banka e Shqipërisë rifitoi identitetin dhe misionin e saj. U transformua në një institucion të pavarur që kishte për objektiv ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe garantimin e qëndrueshmërisë monetare dhe financiare të vendit. Në funksion të këtij misioni, Banka e Shqipërisë ndërtoi e konsolidoi politikon monetare të pavarur, duke përdorur një sër instrumentesh bashkëkohor, normën bazë të interesit për të orientuar inflacionet, operacionet në tregun e hapur për të menaxhuar likuiditetin, rezervat minimale të detyrueshme për të ndikuar kredidhënien dhe një regjim fleksibël të kursit të këmbimit.
për të përthithur tronditet e jashtme. Përveç funksioneve monetare, ajo u bë rregullator dhe mbikëqyrëse e sistemit bankar, duke garantuar kursimet e shqiptarëve dhe siguruar që bankat funksionojnë sipas standardeve të qeverisjes së mirë likuiditetit e menaxhimit të rrezikut. Banka e Shqipërisë ka ruajtur me shumë sukses stabilitetin financiar në momentet më kritike të tranzicionit, duke garantuar vazhdimsinë e sistemit financiar dhe pasurinë kombëtare monetare. Në dekadat e fundit, Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol kyç në procesin e integrimit evropian, duke përqafuar reformat strukturore, harmonizuar legjislacionin financiar me standardet e BE-s dhe forcuar kapacitetit institucionale në përputhje me sistemin. Një nga arritjet madhore është përfshirja e Shqipërisë në sistemin evropian të pagesave SEPA, që u finalizua në tetor 2025, pikërisht në 100 vjetorin e krijimit të saj. Ky moment përfshir Shqipërinë në rrjetin e pagesave evropiane, duke i dhënë qytetarëve dhe bizneseve një akses më të lehtë dhe efikas në tregjet ndërkombëtare. Me një staf profesional prej rreth 500 punonjësish dhe në drejtimin e një këshilli mbikëqyrës me integritet të lartë, Banka e Shqipërisë është ndruar në një institucion modern që operon me transparencë, efikasitet dhe përgjegjësi të lartë. Një tjetër dimension thelbësor është rritja e transparencës e komunikimit të bankës me publikun, i shpejt, profesional, i kuptueshëm. Komunikimi ka mundësuar një dialog të hapur me publikun e gjerë, vendimarrësit dhe mediat. Në epokën e shoqërisë së informacionit, Banka e Shqipërisë ka ndërtuar një model komunikimi përmes të cilit mesazhi shkon shpejt tek publiku, duke rritur në maksimum besueshmërinë tek individët, sipërmarrjet, familjet dhe tek partnerët ndërkombëtar. Përmes raporteve periodik, deklaratave publike, botimeve të kërkimit shkencor, strategjisë së edukimit financiar dhe qartësisë në qëndrimet e politikës monetare, Banka e Shqipërisë është bërë një ndër institucionet më të respektueshëm në jetën publike të vendit, një burim stabiliteti, maturie dhe vizioni afatgjatë. Autoriteti emëtuesi të vetëm të monedhës kombëtare vendos Banka e Shqipërisë në zemër të sistemit monetar shqiptar, duke garantuar jo vetëm qarkullimin e qëndrueshëm të paras, por edhe besimin e publikut në këtë mjet shkëmbimi. Është simbol i ndërshmërisë, ndërmjet ndaj krizave dhe një forcë që është bërë Shqipërinë përpara dhe një epokë të re të prosperitetit dhe fuqisë ekonomike. Në 100 vjet histori shumë çka ka ndryshuar, por në gjë vetëm ka ndryshuar. Nevoja për një bankë qendrore të fortë, të pavarur dhe vizionare. Stabiliteti është kryefjala jonë. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Gent Sejko, për fjalën përshëndetëse. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministra, kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, të nderuar guvernator, profesor, koleg të ftuar, më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen në punimet e konferencës së Bankës së Shqipërisë për vitin 2025. Kjo është një konferencë e veçantë për ne në fakt. Ajo zhvillohet në përvjetorin e 100 të Bankës së Shqipërisë si një institucion i cili u krijua dhe vijon të shërbejë si bankë qendrore e shtetit shqiptar. Në opinionin ton, çdo jubile duhet të shërbejë një qëllimi të dyfishtë. Ai është një moment vlerësimi i punës së një institucioni, por dhe një moment kreptimi i përpjekjeve të gjithë punonjësve që kanë kontribuar në zhvillimin e tij. Në të njëjtën kohë, çdo jubile duhet shërbej edhe si moment vështrimi kritik mbi atë çka kemi arritur, atë çka ka bërë të mundur këto arritje, si dhe sfidat dhe oportunitetet e zhvillimit që ne kemi përpara. Punimet e kësaj konference i kushtohen në masën më të madhe qëllimit të dytë. Kontributi aktiv i folësve, panelistëve dhe pjesëmarrësve të shquar do të na ndihmojë në këtë proces reflektimi dhe vështrimi përpara.
Të nderuar pjesëmarrës, përpara se të vijoj më tej, më lejoni të them përmbledhëse dy fjalë mbi të shkuarën dhe të tashmen e Bankës së Shqipërisë. Vizioni për krijimin e një banke qendrore u artikulua për herë të parë në vitin 1899 nga rilindasi ynë i madh Sami Frashëri, i cili nënvizoi se sovraniteti i vërtet kërkon institucione tafta për të garantuar pavarësinë ekonomike të vendit. Këtë ide e përqafoi më vonë dhe e çoi përpara Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar. Përpjekjet fillestare të qeverisë së tij u vijuan nga qeveritë pasuese dhe u kurorëzuan me themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë në vitin 1925, pra 100 vjet përpara. Kjo bankë shërbeu si banka e parë kombëtare e vendit. Ajo krijoi sistemin e parë monetar kombëtar mbi bazën e standardit të arit dhe në vitin 1926 hodhi në qarkullim monedhën e parë kombëtare frangunar dhe në fishin e saj lek. Me përfundimin e luftës së dytë botërore, kursi i ri politik i shtetit komunist u shoqërua me masa të shpejta të shtetëzimi. Në janar të vitit 1945 u anulua koncesioni i Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe u krijua Banka e Shtetit Shqiptar. Gjatë thuajse 5 dekadave pasuese, Banka e Shtetit Shqiptar i shërbeu ekonomisë së centralizuar si instrument kontrolli dhe administrimi ekonomik. E megjithatë, pavarësisht kontekstit politik, Banka e Shtetit Shqiptar mbeti një bërtham e çmuar e ekspertizës tonë ekonomike dhe financiare edhe gjatë periudhës së komunizmit. Fillimi i viteve 90 shënoi tranzicionin e madh politik të vendit, drejt demokracisë, pluralizmit politik dhe të një sistemi ekonomik të bazuar në parimet e tregut të lirë. Ky tranzicion solli ndryshime thelbësore për sistemin bankar. Në prill të vitit 1992, Banka e Shqipërisë u riformatua si bankë qendrore, e ngarkuar me objektiva të stabilitetit makrofinanciar dhe funksione mbikëqyrëse dhe rregullatore. Gjatë 3 dekadave pasuese, Banka e Shqipërisë ka adoptuar një kuadër modern politikës monetare të bazuar në regjimin e inflacionit të shenjastruar dhe të kursit të lirë të këmbimit. Po ashtu Banka e Shqipërisë ka arritur një shkallë të lartë konvergjence me normat mbikëqyrëse dhe praktikat rregullatore të Bashkimit Evropian, ka ndihmuar në zhvillimin e tregjeve financiare, ka ndërtuar një sistem eficient pagesash, ka investuar në edukimin financiar, si dhe ka ndërtuar një proces efektiv dialogu me partnerët vendase të huaj dhe publikun e gjerë. Në terma sasior, një dëshmi direkte e arritjeve të Bankës së Shqipërisë është edhe progresi ekonomik dhe financiar i vendit gjatë 3 dekadave të fundit. Pavarësisht luhatjeve dhe goditjeve jo të pakta që ne kemi përjetuar, ekonomia shqiptare ka shënuar një rritje mesatare vjetore, prej 4.3% gjatë këtij horizonti kohor, ka njohur një rritje të të ardhurave mesatare për frym nga $670 dikur në 11.000 euro sot, si dhe ka patur një nivel mesatar inflacioni prej 3.1%, norm kjo mjaft e afërt me objektivin ton të inflacionit prej 3%. Po ashtu në të njëjtin horizont kohor, pra gjatë 3 dekadave, stoku i kredisë për sektorin privat është rritur më shumë se 100 fish, stoku i depozitave është rritur me 35 herë duke arritur në vlerën e 18 miliard euro, ndërsa rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë është rritur nga $318 milion dikur në 7 miliard euro sot. Në terma cilësor, një dëshmi po aq domethënëse e përmbushjes së misionit të saj është fakti se me përjashtim të turbulencave politike dhe sociale të vitit 1997, ekonomia shqiptare nuk ka njohur krizat mirëfillta financiare apo krizat të bilancit pagesave. Përkundrazi, besimi i investitorëve vendase të huaj, sistemi financiar shqiptar ka ardhur në rritje. Kjo dëshmohet nga rritja e investimeve të huaja, nga rritja e besimit të publikut në monedhën vendase dhe institucionet financiare shqiptare, si dhe nga reduktimi i primave të rrezikut.
Së fundi, një dëshmi tjetër e stadit zhvillimit Bankës Shqipërisë është dhe partneriteti i gjerë që ajo ka me një sër organizatash ndërkombëtare. Banka e Shqipërisë është anëtare me drejtat plota institucioneve të Bretton Woodsit, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore dhe gjithashtu e Bankës Ndërkombëtare të Rregullimeve BIS Basel. Po ashtu Banka e Shqipërisë ka një proces të strukturuar dialogu me Komisionin Evropian, një kuadër të gjerë bashkëpunimi me Bankën Qendrore Europiane, sidomos në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe të sistemeve të pagesave, një seri projektesh binjakëzimi me Banka Qendrore të Eurozonës dhe një rrjet i gjerë marrëveshjes bashkëpunimi me institucionet homologe rajonale. Të nderuar të ftuar, historia e një institucioni mund të analizohet bazuar në burime historike, por ajo është gjithashtu produkt i punës dhe vendimeve tona të përbashkëta të përditshme. Në këtë kontekst, më lejoni ta kthej vështrimin nga ardhmja, duke u ndalur në vizionin, misionin dhe politikat që do të hueqin aktivitetin e Bankës Shqipërisë në dekadën e ardhshme. Vizioni ynë për të ardhmen është një bankë qendrore moderne, e cila aplikon praktikat më të mira ndërkombëtare, e aftë për përmbushur misionin e saj, si dhe denjë për qenë anëtare e sistemit evropian të bankave qendrore. Vënia një dhe këtij vizioni kërkon një mandat të qartë dhe të fokusuar në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Paralelisht, por jo në konflikt me të, Banka e Shqipërisë duhet vijojë të punojë për promovimin e stabilitetit të përgjithshëm financiar të vendit. Së fundi, Banka e Shqipërisë duhet vijojë të kontribuojë në zhvillimin e tregjeve monetare në përgjithësi dhe të sistemeve të pagesave në veçanti. Përmbushja e këtyre objektivave ndihmon në gjenerimin e një ambienti financiar të qetë, transparent dhe eficient, duke mbështetur rritjen e mirëqenies afatgjatë të shoqërisë. Në këtë kontekst, gjejmë vend të theksoj se zgjerimi i mandatit të bankave qendrore me objektiva të tjera, për adresimin e cilave këto banka nuk kanë legitimitetin, kapacitetin apo instrumentet e duhura, përherë të gjenerojë konflikte në vendimarrje, të dëmtojë kredibilitetin dhe të jetë kundërproduktiv. Për te mandatit, bankat qendrore duhet kenë një kuadër të qartë e konsistent politikash për arritjen e objektivave, një gamë të gjerë instrumentesh për zbatimin e këtyre politikave, dhe në këtë kontekst gjithashtu më lejoni të theksoj dy momente të rëndësishme. Së pari në drejtim politikës monetare. Banka e Shqipërisë gjykon se kuadri i saj aktual, regjimi i inflacionit të shënjestruar dhe i kursit të lirë të këmbimit, afron një strategji optimale për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, stabilizimin e aktivitetit ekonomik dhe adresimin me kosto minimale të goditjeve. Nga njëra anë, regjimi i inflacionit të shënjestruar ofron rrugën më direkte dhe efektive për kontrollin e inflacionit, nga ana tjetër, regjimi i kursit të lirë të këmbimit shërben si stabilizator automatik i goditjeve, rrit fleksibilitetin e politikës monetare dhe fiskale, si dhe i mundëson Bankës Shqipërisë të ushtrojë rolin e huadhënësit të instancës së fundit, si një garanci serioze për stabilitetin financiar të vendit. Ky regjim i politikës monetare ka rezultuar i suksesshëm gjatë 3 dekadave të fundit. I zhvilluar dhe i sofistikuar më tej, ky regjim do të shërbejë ekonomisë shqiptare në procesin e antarësimit e të konvergjencës me standardet e Bashkimit Evropian edhe në të ardhmen. Së dyti në drejtim të mbikëqyrjes dhe rregullimit sektorit bankar, Banka e Shqipërisë do të vijojë të punojë për adoptimin e plot të kuadrit rregullator, praktikave mbikëqyrëse, instrumenteve të ndërhyrjes makroprudenciale dhe rrjeteve të sigurisë në Bashkimin Evropian. Duke qëndruar në këtë temë, dëshiroj të theksoj se sektori bankar ka qenë dhe do të mbetet shtylla kryesore e sistemit ton financiar. Ky sektor kryen një rol të pazëvendësueshëm, ai afron instrumentet sigurta kursimi në formën e depozitave bankare, alokon fondet në sektorët, degët dhe bizneset më rentabël të ekonomisë, duke marrë përsipër edhe një pjesë të rrezikut, si dhe krijon instrumente të sigurta dhe shpejt pagesash. Për këtë arsye, gjatë dekadës së fundit, Banka e Shqipërisë ka kushtuar një vëmendje të madhe reformës së plot strukturore të këtij sistemi, pra sistemit bankar. Ndër të tjera, administrimi i procesit konsolidimit, zbatimi i strategjisë kombëtare të reduktimit të kredive me probleme, si dhe përmirësimet e vazhdueshme të kuadrit ton rregullator,
kanë mundësuar një sektor bankar të sigurt, besueshëm dhe të aftë të furnizojë ekonominë me fondet e nevojshme për zgjerimin e konsumit dhe të investimeve. Të nderuar pjesëmarrës, duke rikthyer temës së konferencës, dëshiroj që në pjesën e mbetur të fjalës time të fokusohem në disa nga sfidat dhe oportunitetet me të cilat përballemi dhe të cilat do të konturojnë aktivitetin e Bankës së Shqipërisë në dekadën e ardhshme. Pa pretenduar të paraqes një listë shtërruese, dëshiroj të ndalem në më kryesore. Sfida e parë është rritja e tensioneve gjeopolitike në ambientin e huaj. Rikonfigurimi i zinxhirëve të prodhimit botror, si dhe rritja e barierave tregtare janë tashmë një realitet i ri ekonomik. Ky realitet dëmton ekonomitë në zhvillim në dy mënyra. Së pari, ai frenon alokimin efektiv të resurseve në nivel global e rajonal, duke reduktuar aftësinë e vendeve në zhvillim për të tërhequr investime dhe kapital të huaj. Së dyti, ai rrit volatilitetin dhe pasigurinë duke frenuar investimet afatgjata dhe duke detyruar vendet në zhvillim të forcojnë rrjetet e tyre të sigurisë, fenomeni i cili natyrisht ka kostot e veta. Sfida e dytë është inovacioni i shpejtë financiar. Gjatë dekadës së fundit ne jemi bërë dëshmitar të një revolucioni të shpejtë financiar, i cili ka potencialin të transformoj rrënjësisht të industri. Digitalizimi i vazhdueshëm i sistemeve të pagesave, evoluimi i shpejtë dhe rritja e përdorimit të teknologjisë blockchain, të aseteve digjitale dhe të financës së decentralizuar ka përfitimet dhe rreziqet e veta. Përfitimet e inovacionit vijnë nga reduktimi i kostove dhe zgjerimi i aksesit të financë, çka rrit eficiencën e industrisë financiare dhe kontributin e saj në zhvillimin e vendit. Nga ana tjetër, rreziqet potenciale burojnë si nga ndikimi negativ që ky inovacion ka në modelin e biznesit dhe bilancet e ndërmjetësve tradicional financiar, ashtu dhe nga eksperienca e pakët rregullatore e publikut i gjerë, por edhe operatorëve të kësaj industrie. Sfida e tretë ka të bëjë me vetë stadin e zhvillimit të Shqipërisë dhe implikimet që ky stad ka për modelin e rritjes në të ardhmen. Si një vend me të ardhurat të mesme, Shqipëria është tashmë ekspozuar ndaj një konkurrence më të fortë për kapital e fuqi punëtore në tregun evropian. Po ashtu Shqipërisi duhet të bazojë gjithnjë më shumë modelin e saj të zhvillimit të rritja e produktivitetit, inovacioni, si dhe identifikimi dhe zhvillimi i avantazheve të saj krahasuese. Kjo sfidë e fundit bëhet edhe më komplekse në prani të trendeve të pafavorshme demografike në Shqipëri, rajone më gjerë, të cilat vendosin një premium të lartë për fuqi punëtore të kualifikuar. Megjithatë, nga këndvështrimi ynë, rreziqet që vijnë nga këto sfida të kalohen si në cilësi dhe në sasi nga oportunitetet që ofron procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Këto përfitime vijnë si në formë direkte nga rritja e aksesit në programet e përbashkëta të zhvillimit në Bashkimin Evropian, ashtu dhe në formë indirekte nga rritja e investimeve të huaja si pasojë e përmirësimit të klimës biznesit dhe reduktimit të rrezikut të perceptuar. Banka e Shqipërisë dhe sektori bankar kanë pasur e do të vijnë të kenë një rol të madh në këtë proces. Si kryesuese dy grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian, për dy kapitujt të AQUIS dhe si kontribuese e qenësishme në 6 kapitujt të tjerë, Banka e Shqipërisë është pjesë integrale e procesit të negocimit. Në të njëjtën kohë, puna që kemi bërë për konvergjencën rregullatore dhe integrimin e sistemit financiar shqiptar me atë evropian, proces i cili shënoi së fundi një arritje të madhe me antarësimin e Shqipërisë në SEPA, ka shërbyer si promotor i integrimit të gjithë ekonomisë shqiptare në Bashkimin Evropian. Të dashur miq, në mbyllje dëshiroj të ndaj me ju edhe një observim të fundit. Mandati i qartë i bankave qendrore është kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për përmbushjen me sukses të misionit të tyre. Ai duhet të jetë i shoqëruar me atribute të qarta pavarësie, përgjegjshmërie, transparence dhe profesionalizmi institucional. Në këto kontekst ndihem i inkurajuar tek shoh se filli i përbashkët që lidh të gjithë brezat e punonjësve të Bankës së Shqipërisë është pikërisht përkushtimi i vazhdueshëm ndaj detyrës dhe profesionalizmit në rritje. Ky përkushtim dhe profesionalizëm është garancia më e mirë që ne mund t'i afrojmë publikut për përmbushjen e detyrave tona.
Duke ju falenderuar edhe një herë për prezencën tuaj në këtë konferencë, ju înkarajoj për një pjesëmarrje sa më aktive dhe një shkëmbim sa më të hapur të sinqert opinionesh dhe idesh gjatë ditës sotme. Ju falenderit gjithë. Falenderit, kemi një moment për të treguar dhe një monedhë numizmatike që kemi përgatitur për 100 vjetorin, është pak sekonda, sa për të prezantuar monedhën më ka lënë mua si detyrë. Është monedhë numizmatike pa kurs ligjor, që në njërën anë ka foton e djalit fshatar që ka qenë në momentin që u emetua franguar, është monedha e parë shqiptare, dhe pjesa tjetër është Azreni, poeti i himnit ton flamurit, që është monedhën e fundit emituar në emision. Kurse në krahun tjetër të kësaj monedhe numizmatike është shenja i 100 vjetorit të Bankës Shqipërisë. Nëse do t'ju japim një dhuratë të kësaj monedhe numizmatike të gjithë si të ftuar dhe bashkëpunëtor tanë. Faleminderit. Në këtë 100 vjetor, roli i Bankës së Shqipërisë në stabilitetin makroekonomik të vendit dhe në rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian është vlerësuar me nota pozitive dhe nga institucionet ndërkombëtare. Ju ftoj të ndjekim 2 videomesazhe përkatësisht nga zonja Christine Lagarde, presidente e Bankës Qendrore Evropiane, dhe zonja Kristalina Georgieva, drejtore e përgjithshme e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Banka e Shqipërisë ka përjetuar një ndryshim të jashtëzakonshëm në 100 vitet e para të saj. Ky shekull është mundësi ideale për të reflektuar mbi të kaluarën e Bankës Qendrore dhe të ardhmen e vendit. Ngjarjet e rëndësishme të shekullit të 20, nga luftrat botërore deri në vendosjen e komunizmit në lindje, të gjitha përfshin Shqipërinë e institucionet e saj. Por një nga ndryshimet më të thella për Bankën Qendrore erdhi me tranzicionin të realizuar drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut në fillim të viteve 90, gjatë të cilit inflacioni u rrit shumë shpejt duke ta i kaluar 200% në vitin 1992. Banka Qendrore u përball me një nga sfidat e saj më të mëdha, rivendosja e stabilitetit monetar, dhe eci para duke u përballur drejt për drejt atë sfidë, duke rritur ndjeshëm normat e interesit për të sjellë normat reale në territor pozitiv me qëllim uljen e inflacionit. Këtyre përpjekjeve të Bankës Shqipërisë u erdhi në ndihmë legjislacioni i vitit 1997, i cili i njoh asaj pavarësinë operacionale dhe mandatin e palëkundur të ruajtjes të stabilitetit të çmimeve. Në fund të viteve 90, inflacioni ul duke arritur në nivel njëshifror si rezultat i këtyre masave vendimtare. Rreziku që pritet për inflacionin të çankorohen është një ndër shqetësimet që prish gjumin e bankierëve qendror, dhe ky rrezik është më akut në vende si Shqipëria, ku kujtimet e hiperinflacionit i përkasin të kaluarës jo shumë të largët. Por fal besueshmërisë institucionale të arritur nga veprimet e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë dhe kuadrit të saj të shënjestrimit të inflacionit, një normale e re u shfaq kur në shekullin e 21 inflacioni shënoi një mesatare midis 2 dhe 3%, që nga fillimi i mijëvjeçarit deri në periudhën e pandemisë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se këto ishin vite të lehtë, as pak. Shqipëria përjetoi goditje gjatë kësaj periudhe. Për shembull, kriza financiare globale i la bankat e mëdha me kapital të huaj në vend me një nivel të lartë të kredive me probleme. Pavarësisht kësaj, Shqipëria doli më e fortë nga këto sfida, pjesërisht fal veprimeve të Bankës Qendrore për të ruajtur stabilitetin financiar ndër vite. Ajo miratoi rregullorat për shtesat e kapitalit, për raportimin e mbulimit me likuiditet për t'u afruar më shumë e parimet e Basel III dhe me standardet prudenciale të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, në fillim të këtij viti ka nisur zbatimi i masave makroprudenciale për të kontrolluar rreziqet e mundshme që mund të vinë nga
tregu i banesave. Suksesi i Bankës së Shqipërisë pasqyron suksesin më të gjerë të vendit në dekadat e fundit. Në vitin 95, PBB-ja për frym ishte më pak se 15% e mesatarës së Bashkimit Evropian në terma të fuqisë blerëse, ndërsa sot ky tregues është më shumë se dyfishuar në 35%, duke ofruar potencial për të rritur më tej. Standardet në rritje të jetesës janë mbështetur nga hapja gjithnjë më e madhe e Shqipërisë ndaj tregtisë, me peshën e saj në PBB të rritur nga më pak se 1,5 në vitin 1990 në më shumë se 3/4 sot. Lidhjet e ngushta të vendit me Bashkimin Evropian ka luajtur rol në këtë sukses. Këto lidhje janë ekonomike dhe institucionale. Për shembull, sot Bashkimi Evropian përbën 70.2% të eksportave të mallrave të Shqipërisë dhe më shumë se gjysmën e importeve të saj, duke nxjerrë në pa shkallën e integrimit të vendit në zinxhirët evropian të vlerave. Gjithashtu, si Banka Qendrore Evropiane, ashtu dhe i gjithë sistemi evropian i bankave qendrore, po ndihmojnë banka qendrore të vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Ne kemi mbështetur integrimin e vendeve të rajonit nëpërmjet antarësimit në zonën unike të pagesave në euro SEPA dhe në infrastrukturën e sistemeve europiane të pagesave, për shembull me tip sklon, si dhe jemi angazhuar në bashkëpunime teknike për forcimin e kapaciteteve institucionale të bankave qendrore dhe kontribuojmë në dialogun ekonomik midis BE-s dhe partnerëve rajonal. Ndërsa Shqipëria ecën para drejt një lidhje gjithnjë më të afërt me Bashkimin Evropian, do të jetë thelbësore që vendi të mbajë një angazhim të palëkundur kundrejt politikave të shëndetshme dhe institucioneve të besueshëm. Pres me padurim të vazhdojmë edhe në të ardhmen bashkëpunimin tonë në këtë udhëtim dhe më lejoni ta mbyll fjalën time me një urim për Bankën e Shqipërisë në përvjetorin e saj të 100. Shumë faleminderit dhe punime të mbara të konferencës. Prime Minister Rama, President Lagarde, Governor Seko. Kryeministër Rama, President Lagarde, Guvernator Seko, jam i gëzuar t'ju bashkohem sot, ndonse në mënyrë virtuale dhe t'i përcjell urimet e mia më të ngrohta Bankës së Shqipërisë me rastin e 100 vjetorit të saj. Ky përvjetor shekullor i Bankës Qendrore nuk përbën vetëm një rast për të festuar jetëgjatësinë e saj, por gjithashtu edhe një testament të reformimit të qëndrueshëm të institucionit dhe vizionit të tij. Nga themelimi i saj në vitin 1925, duke kaluar në për dekada transformimi, standardi i arrit, planifikimi centralizuar dhe objektivi bashkëkohor i shënjestrimit të inflacionit, Banka e Shqipërisë ka pasqyruar evoluimin e vetë shtetit shqiptar. Vendi është përballur me ndryshime politike, goditje ekonomike dhe ndikime të zhvillimeve globale, duke pasur në krah Bankën e Shqipërisë gjithmonë të përkushtuar për të ruajtur stabilitetin, besueshmërinë dhe besimin e publikut. Sot, Shqipëria renditet midis vendeve me rritjen ekonomike më të shpejtë në Evropë. Bravo! Testamenti i progresit të palëkundur dhe qëndrueshmërisë së saj gjithnjë në rritje. Në këtë arritje Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol kyç, falë angazhimit të palëkundur ndaj politikës monetare të qëndrueshme, kuadrit rregullativ të kujdesshëm dhe transparencës institucionale. Ky përkushtim i palëkundur ka shërbuar si ankor e Shqipërisë në kohë turbulencash, duke forcuar stabilitetin financiar dhe besimin e publikut, si reagimi pas krizës financiare globale ndaj rritjes së kredive me probleme apo ndërmarrja e operacioneve të shpejta dhe të shënjestruara monetare gjatë pandemisë. Në këtë mënyrë, banka ka hedhur një themel të fortë për rritjen ekonomike dhe qëndrueshmërinë e vendit. Rrugtimi i Shqipërisë na ofron një mësim kyç. Pavarësia e bankave qendrore është shumë më tepër se një teknikalitet formal. Ajo është gur themeli i qëndrueshmërisë kombëtare. Bankat qendrore të pavarura janë të pozicionuara më mirë për të ruajtur stabilitetin financiar, mbrojtur integritetin financiar dhe për të përgjigjur në mënyrë efektive krizave. Përvoja e Shqipërisë e ilustron qartë këtë realitet, me implikime për të gjitha bankat qendrore kudo në botë. Por pavarësia nuk mund të merret si e mirëqen.
Ajo duhet mbrojtur dhe kultivuar. Kjo kërkon kuadër ligjor të fortë, mandat të qartë dhe kulturë të transparencës, llogaridhënies dhe komunikimit të hapur me publikun. Gjithashtu ajo kërkon mirëkuptimin dhe mbështetjen e publikut, pasi pavarësi nuk do të thotë izolim, por do të veprosh në interes të publikut me profesionalizëm dhe integritet. Me vështrimin nga ardhmja, Shqipëria përballet me sfida të tilla si fragmentimi gjeopolitik në rritje, transformimi i shpejt digjital, roli i inteligjencës artificiale dhe zhvendosjet demografike. Shqipëria është vendosur të bashkohet Bashkimit Evropian dhe ka bërë përparime të qëndrueshëm drejt këtij objektivi. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë ka një rol thelbësor të përkushtuar dhe me vizion të qartë në këtë rrugë sfiduese, për të mbështetur vendin në shfrytëzimin e mundësive që ofron anëtarësimi në një periudhë transformimi të thellë në ekonominë globale. FMN-ja do të vijojë të jetë partnere pa lëkundur në këtë udhëtim, duke mbështetur Shqipërinë me këshilla lidhur me politikat, kërkimin dhe zhvillimin e kapaciteteve. Së bashku mund të forcojmë institucionet, të çojmë para reformat dhe të ndërtojmë një të ardhme të qëndrueshme. Dhe një herë urime për këto arritje të jashtëzakonshme. Ju uroj një konferencë të suksesshme dhe frymëzuese. Faleminderit. Tani kam nderin të ftoj Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij zoti Edi Rama për fjalën përshëndetëse. Përshëndetje në radhë parë të gjithë miqve që kanë ardhur nga jashtë kufive për të asistuar në këtë moment të rëndësishëm të jetës së Bankës së Shqipërisë. Dhe më lejoni ta nis duke cituar dikë që për ju të gjithë është një nga pikat e referimit, John Keynes, i cili thoshte se në planin afatgjat, jeta është afat shkurtër. Dhe detyra e bankës qendrore është pikërisht që të garantojë që në afat shkurtër gjithçka të jetë brenda kornizës një afatit gjatë. Duke ardhur në këtë moment celebrimi, mendoja që Banka e Shqipërisë është në mos i vetmi ndër shumë të paktit institucione të Republikës sonë që mund të quhet i tillë me plot gojën, institucion. Në atë kuptim dhe me ato standarde që kemi parasysh kur flasim për institucionet që i duhen një vendi dhe që bëjnë që ky vend të përmbush kriteret e të qenit një vend në botën e zhvilluar dhe në tryezën e familjes europiane. Nuk është e lehtë të thuhet e njëjta gjë për plot institucionet tjera, të cilat janë me plot gojën në formim e sipër. Dhe do të ishte vërtet e dobishme që historia e zhvillimit dhe e përpjekjeve të
Bankës Shqipërisë për të formësuar dhe për të konsoliduar si institucion të merrej përsipër dhe të shkruhej për t'ju dhënë të tjerëve një pasqyrë të gjithë rrugës se si u ngrit një institucion i tillë, i cili sot është faktikisht dhe praktikisht një institucion plotësisht integruar në botën ku jetojmë, dëshmi e thjesht e këtij fakti ishin dhe dy adresimet e bëra nga dy personalitete që përfaqësojnë drejt për drejt botën e zhvilluar në të cilën operon një institucion si Banka e Shqipërisë. Dhe për hir të vërtetës, nuk është se Banka e Shqipërisë ka një histori më të gjatë se sa qeveria e Shqipërisë apo se sa disa institucione të tjera. Ishte pikërisht në vitin 1913 kur mendimën e austriakëve Ismail Qemali gati sa nuk e krijoi Bankën e Shqipërisë. Ai tha se e them me lavdërim se puna e bankës për Shqipërinë është një deklaratë e dytë pavarësie. Këtë herë një pavarësi ekonomiko-politike. Por përpjekja u ndërpre brutalisht brenda disa muajsh nga lufta e dytë botërore dhe u desh që të kalonin 12 vjet të tjera nga ai moment që Shqipëria të kishte bankën e vet qendrore. Megjithatë, fara e mbjell në 1913 bëri që Banka e Shqipërisë të lindte, dhe edhe pse historia edhe me Bankën e Shqipërisë nuk ka qenë bujare ashtu si kundër edhe me gjithë institucionet e tjera, e përsëris që për arsye që do duhej të studioheshin dhe të shpjegoheshin në mënyrë shtërruese, ky është një institucion që na përfaqëson si një model i asaj që duhet të jenë institucionet e pavarura të vendit. 50 vjet më parë, kur Bashkimi Evropian ishte një eksperiment i ri, nëse mund thuhet, Banka Qendrore e Suedisë organizoi një konferencë ndërkombëtare, ku shtroi e njëjta pyetje që ne bëjmë sot dhe shtroi e njëjta sfidë që ne kemi sot. Bankat qendrore përballë sfidës së integrimit dhe cilat janë detyrat e tyre. Guvernatori atëhershëm i Bankës Qendrore të Suedisë, Per Asbrink, parashikoi se pak nga pak roli i bankave do të ndryshonte, duke mos qenë vetëm ruajtëse të ekuilibrave të brendshëm dhe komardare e fundit e shpëtimit të qeverive përpara krizave. Sipas fjalës tij në atë kohë, bankat qendrore ishin të destinuara të bëheshin gjithmonë më përcaktuese në ekuilibrat e gjerë transnacional dhe sot besoj që kjo profeci
e guvernatorit atëhershëm të Bankës Qendrore të Suedisë është më e prekshme dhe më reale se kur, pasi politikat monetare të ndjekura nga bankat qendrore natyrisht sipas peshës edhe influencës tyre në skenën e madhe globale, kanë pasoja që shkojnë shumë larg kufive kombëtare. Sot, Banka e Shqipërisë hyn në shekullin e saj të dytë dhe gjendet në një hartë krejt të re nga harta ku ajo u vendos në fillim të shekullit të saj të parë. Pas pandemisë globale, luftës në Europë, dallgëve inflacioniste, sot jemi të gjithë të vetëdijshëm se politika monetare nuk matet më vetëm me normën bazë, por matet detyrimisht edhe me pritshmëritë. Dhe sot normalizimi do të thotë shumë më tepër se sa përdorimi i mekanizmit të normës bazë, pasi do të thotë edhe transparencë, edhe kreativitet, edhe kurajo, hap pas hapi, me vigjilencë dhe pa panik nga befasit gjithmonë më të pranishme në jetën e përditshme të vendeve dhe të fshatit ton global. Natyrisht që në këtë kontekst sfida e bankës tonë qendrore është e dyfisht, pasi nga njëra anë duhet të shikoj përtej të sotmes dhe shumë më larg në të ardhmen, ndërkohë që e ardhmja bëhet gjithmonë më e afërt, dhe nga ana tjetër duhet të vazhdoj të provoj se është në lartësinë e duhur për sa i takon funksionit saj bazë, funksionit saj tradicional, funksionit saj historik. Dhe në ndërkohë që ne përpiqemi që të gjithë së bashku të hedhim sa më shpejt hapat e procesit të antarësimit, duke menduar çdo ditë se si ta mbajmë ritmin e lartë ku kemi hyrë me hapjen e një pasnjëshme të kapitujve, të grup kapitujve, dhe duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë do të bëjmë më shumë për të mos u gjendur përpara pamundësisë për t'i mbyllur grup kapitujt, në ndërkohë që hapësira e kohës që kemi është shumë e ngushtë, dhe në ndërkohë që tendenca e përgjithshme është për të luajtur në fushë të sigurt, bota ndryshon me një shpejtësi marrëmendse dhe të rejat që penetrojnë globalisht, por edhe lokalisht, botën e financave, botën e paras, janë vërtet të atilla që trondisin deri në themel ato që deri pak kohë më parë, deri dje, literalisht dje, dukeshin çështje të zgjidhura dhe çështje pa dilemë.
Dhe natyrisht që nëse 50 vite më parë, kur guvernatori i Bankës Qendrore të Suedisë paralajmëroi se bankat qendrore po hynin në një fazë kur do duhet të ndërvepronin dhe të mendonin bashkarisht për ekuilibrat përtej kufive kombëtar, sot digitalizimi i pasuar nga inteligjenca artificiale dhe nga gjithë farë zhvillimesh në botën e paras, pagesat e menjëhershme, 24 orë 7, open banking, bankat digitale, kriptomonedat, sjellin me vete oportunitetet jashtëzakonshme dhe dilema të jashtëzakonshme, duke u kthyer në koncepte të cilat duhen integruar në mënyrën tradicionale të menduarit një orë më parë, ndërkohë që është fare e qartë se kjo botë kaq e hapur i integron ato pavarësisht vullnetit të qeverive, pavarësisht vullnetit të bankave qendrore. Dhe kështu krijohet një hapësirë gjithmonë më e gjerë veprimesh dhe ndërveprimesh jashtë rrezës veprimit të qeverive dhe jashtë kontrollit të bankave qendrore, por edhe më shumë se kaq mbeten jashtë potencialet jashtëzakonshme që në fakt duhen integruar dhe duhen shfrytzuar brenda një kuadri krejtësisht të ri, inovativ, rregullator. Ka qenë rreth 200 vjet më parë kur dikush njeri i mençur tha se paraja nuk e menaxhon dot veten. Dhe këtë më mirë se çdo kush e dini të gjithë ju që jeni pjesë kësaj përpjekje profesionale, institucionale për të menaxhuar sa më mirë paran. Por sot jemi në një nivel krejt tjetër, kur krahas me paran që duhet menaxhuar, kemi përballë algoritmet të cilat aq më tepër nuk e menaxhojnë dot veten. Dhe eksaktësisht për këtë arsye, krahas politikës monetare duhen mekanizma të ri kontrolli në funksion të menaxhimit të algoritmeve, por duhet dhe një mendje shumë më e hapur për t'i përqafuar këto fakte të reja të imponuara nga zhvillime të cilat tani më ne nuk i kontrollojmë dot, por duhet bëjmë çmos që të mos na kontrollojnë. Nuk dua të marr kohë dhe të flas gjatë për herë të parë që unë marr pjesë në takime të tilla, fjalimi i guvernatorit ishte i gjatë. Edhe kur ul aty tha, sot fola më gjatë se çdo e tjetër, po ishin 100 vjet. Kështu që unë përgjithsisht flas gjatë edhe kur flas për dje, jo më për 100 vjet, por ju siguroj që nuk do t'ju marr më shumë kohë. Është shumë sfiduese, është shumë pasionuese ajo që ndodh sot në botën e financave, në botën e qarkullimit të paras, në botën e zhvillimeve frenetike që sjell teknologjia, dhe natyrisht që
për bankën qendrore, për bankat qendrore që janë institucione të vendosura thellë në histori dhe në traditë dhe që kanë një hije të rëndë pikërisht sepse vinë si institucione të rritura dhe të konsoliduara me vetdijen që duhet të ruajnë stabilitetin. Kjo kohë është një sfidë e jashtëzakonshme. Gjithsesi, unë duhet të them se për qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe për qeveritë e Republikës së Shqipërisë, pa bërë dallime, është vërtet fat që kanë mundësinë të punojnë në një mjedis ku është kjo bankë qendrore, e cila ka kaluar krizat e veta, posaçërisht krizën e kalimit nga diktatura dhe ekonomia e centralizuar në hapësirën e lirë të ekonomisë së tregut dhe të mungesës plot të institucioneve, kur faktikisht Shqipëria u bë një shembull tragjik i daljes nga kontrolli totalisht të paras me skemat piramidale, por që pas këtaj e ka marrë veten më së miri dhe ka ditur më së miri të lundrojë në detin nga njëherë të trazuar të financave, pikërisht për shkak të influencës së krizave të ardhura nga jashtë kufive të vendit. Nga ana tjetër, dua shumë të shpresoj dhe të besoj që Banka Qendrore ashtu si kundër ka kapacitetet që të qetësoj edhe që të garantoj duke pas krijuar një besim që nuk është një besim tipik në opinionin publik shqiptar lidhur me institucionet, do të mundet që edhe të inovoj, edhe të shoh me kurajo ato risi që sjell e përditshmja në zhvillimet e teknologjisë dhe do të mundet kështu të ruaj ekuilibrat duke shtyrë përpara zhvillimin dhe duke mos lejuar që gjithë këto potencialet jashtëzakonshme që sjell bashkërisjet e veta, zhvillimi i teknologjisë dhe hyrja në jetët tona e inteligjencës artificiale të mbeten jashtë rrezës së veprimtarisë dhe të veprimit saj të përditshëm. Po e mbyll me shprehjen e një bankieri të madh, i cili për shumë vite ishte një monument në sy të gjithë bankierëve dhe pastaj edhe ai pati momentin e vet të vënies në diskutim të monumentit që përfaqësonte, Alan Greenspan, i cili thot diçka që mendoj i shkon shumë kohës që jetojmë, lidhur me kurajon që duhet ketë një bankë qendrore. Përmbytjet ndodhin një herë në 100 vjet. Këtë e ka thënë kur në fakt përmbytjet ndodhin vërtet një herë në 100 vjet, ndërkohë që ne e dimë shumë mirë që ndodhin më shpesh se një herë në 100 vjet. Dhe është e kotë që çdo vit të mendosh për përmbytjet, nëse je një institucion financiar
dhe aq më tepër nëse je një bankë qendrore. Zgjidhni dhe merrni, zoti guvernator. Këto ishin fjalët e mia në respekt plot të pavarësisë tuaj, të cilën ne duhet dhe do ta vlerësojmë, por edhe do ta vuajmë njëkohësisht me dinjitet edhe me qetësi. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Tani më lejoni të ftoj të gjithë panelistët dhe folësit e kësaj konference për një fotogrupi e cila do realizohet në ambientet e jashtme të bankës. Më pas do vjojmë punimet e me një pushim të shkurtër prej 15 minutash dhe do të vjojmë punimet e konferencës. Faleminderit.